Kam kënaqësinë të ftoj në këtë bisedë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Selam Hajrizi. Selam, përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhe në Ballkan Update. Në fakt, hera e parë në Ballkan Update, mos gaboj? Përshëndetje Havi, faleminderit për ftesën. Duket hera dytë. Po, mirë. E pas kemi pasur dhe një komunikim tjetër, por jo për një zhvillim kaq të rëndësishëm siç është ai konfliktit në lindjen e mesme. Janë 3 aktorë të mëdhenj, ata të cilët janë protagonistë në gjithë çfarë po ndodh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po në zanafill përballja e parë është mes Izraelit dhe Iranit. Çfarë po ndodh sipas leximit që ju i bëni këtij zhvillimi? Po, natyrisht që kemi me futjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për sulmin e presidentit Trump ndaj çaqeve nukleare të Iranit, jemi e vërtet në një zhvillim të rëndësishëm për lindjen e mesme, pasi që Izraeli mund të themi që është që një kohë të gjatë e kishte në synim ta sulmonte Iranin. Izraeli është friksuar gjithnjë regjimit të Iranit, doktrinës të ajatollave, sidomos qysh nga revolucioni islamik i vitit 1979 dhe fakti që revolucioni islamik dhe diktatorial i regjimit të Iranit, kushtetuta e Iranit nuk e njeh Izraelin si shtet dhe dëshiron të mos ekzistojë në hartë globale apo gjeografike. Kjo përbën që natyrisht që shteti hebraik të ketë drejtën e saj të plotë, me drejtë ndërkombëtare të mbrohet nga armët bërthamore të Iranit. Mirë po, e vërtet që jemi në një kontekst global të luftës ku kemi një kryeministër izraelit i cili ka një luftë në Gaza dhe përbën ka shumë civil të vrarë në luftën në Gaza dhe regjimi politika e tij është tetë e kritikuar sa i përket luftës në Gaza, mirë po ai vendosi që strategjinë e tij ta vazhdojë dhe me sulmet të Iranit pak a shumë t'i rikthehet një lloj populariteti dhe sondazhet të jenë në favorin e tij që tashmë 10 ditë më shumë. Mirë po, natyrisht që ardhja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pak a shumë në konflikt, edhe pse vicepresidenti J.D. Vance thotë se ne nuk jemi në luftë me Iranin, mirë po presidenti i tij kërkoi, edhe pse presidenti Trump është teti pa parashikueshëm, që 2 herë në rrjetin e tij social kërkoi eventualisht rrëzimin e regjimit të Iranit, që do të përbënte diçka të jetë madhështore në lindjen e mesme, sipas shumë ekspertëve ndërkombëtar. Natyrisht që Izraeli do të vazhdojë të sulmojë Iranin derisa ti ketë objektivat e tij kryesore ta pak a shumë ta përplas Iranin në një situatë dhe të mos ketë mundësi minimum për 2-3 vite po flitet që ta bëjë Irani bombën atomike dhe ka shumë faktorë që mund të futen kohëve të fundit, sidomos diplomacia ndërkombëtare apo diplomacia e lindjes së mesme në këtë situatë, edhe pse edhe vetë diplomatët amerikanë përmes Marco Rubio apo J.D. Vance dhe vetë presidenti Trump para disa minutave tha se ka mundësi që Irani ta ketë edhe një mundësi diplomatike në këtë aspekt. E di çfarë më shqetëson, Selam, sepse kemi folur që prej 24 shkurtit 2022, mos gaboj nëse ka qenë kjo data kur Rusia hyri në territoret e Ukrainës. Kemi folur për këtë vatër lufte, Rusi-Ukrainë, folëm më pas, shtrirë në kohë për tensionet mes Izraelit dhe Hamasit, gjithajo se çfarë ndodhi në Gaza, po flasim sot për tensionet apo për përfshirjen e 3 aktorëve të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, SBA, Izrael, Iran, në tensione
në kuptimin e mirëfillt të një lufte konvencionale, po në të gjitha rastet, sa herë që ka ndodhur situatat të tilla, sa herë që kemi raportuar për situatat të tilla, është ngritur të paktën nga ne, nga Ballkani, nga rajoni dhe pyetja se çfarë do të ndodhë me sigurinë në rajon dhe a jemi ne të rrezikuar. Ju keni një përgjigje për këtë edhe pse tema është shumë komplekse? Tema është pak a shumë komplekse dhe e largët nga rajoni i Ballkanit. Nuk besoj që në këto momente Irani dhe Izraeli kanë syt tek Ballkani dhe këto dy vende të fuqishme ushtarake dhe gjeografikisht të fuqishme. Irani përbën rreth 90 milion banor, Izraeli ka një fuqi ushtarake të jetë madhështore, aleatin e saj kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk besoj që do të ketë influencë në Ballkanin Perëndimor dhe në rajonin tonë. Izraeli dhe Irani dikur ishin miq para vitit 79, para largimit të shahut në egzil dhe ardhjet Ajatollah Homeinit në pushtet. Në atë kohë natyrisht që shumë liderë europian kishin pak a shumë ishin të jetë naiv në regjimin e Iranit, mendonin se ardhja Ajatollah Homeinit nuk do të zgjasë shumë. Një diplomat francez para disa ditëve thoshte se gabimin e madh e kanë bërë diplomatët e asaj kohe që kanë futur diplomatët evropian të asaj kohe që kanë futur Ajatollah Homeinin në pushtet duke menduar se nuk do të qëndroj shumë. Por fatkeqësisht atashmë me Ajatollah Khamenein e kemi regjimin e Ajatollahve që 46 vite. Dhe ndoshta ka ardhur koha që t'i vije fundi këtij regjimi, mirë po e vërtet që edhe pse shumë lider botror, askush nuk do t'i pengonte prej liderëve demokratik botror rrëzimi i regjimit Ajatollahve, nuk besoj se konflikti Izrael-Iran mund të ketë pasoja apo strategji të ndryshme ndikim rajonal në Ballkan. Prandaj kemi natyrisht krizat ekonomike dhe kur flasim për rolin e ngushticës së Hormuzit, nëse bllokimi i saj, nëse Irani do ta bllokante ngushticën e Hormuzit, mund të kemi një kaos ekonomik global, mirë po dhe më tani ende s'ka ndodhur një gjë e tillë dhe konflikti Izrael-Iran do të përqendrohet ashtu siç e tha dhe ju mes këtyre tre aktorëve, do të thotë Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Mirë po, eventualisht dhe ndërhyrja e Bashkimit Evropian, sepse para disa ditëve kemi pasur në Gjenevë të takimin e liderëve evropian me disa liderë iranian, me ministrin e punëve të jashtme të Iranit, edhe pse ky takim ishte pak a shumë jo aq ndoshta produktiv në rezultatet pozitive, duke thënë se duke pasur parasysh se Donald Trump thoshte se iranianët nuk kanë dëshirë të diskutojnë me Bashkimin Evropian, por me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse ministri i punëve të jashtme i Iranit është shprehur se ai natyrisht mund të diskutojë edhe me Shtetet e BE-s, do të thotë Francën, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, kjo treshja kryesore, edhe pse Britania e Madhe nuk është më në BE, por është strateg kryesor i dy gjiganteve franko-gjermanik dhe mundohet ta ketë influencën e saj në diplomacinë ndërkombëtare ndaj zgjedhjes së krizës së Iranit. Selam, të falenderoj shumë për ekspertizën tuaj në lidhje me gjithë çfarë po ndodh në arenën ndërkombëtare. Kënaqësi si gjithmonë komunikimi. Faleminderit, Habi, kënaqësia është e imja.